Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vijuar këtë të martë seanca gjyqësore për dosjen Gërdeci, ku ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu është marrë i pandehur për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në lidhje me tragjedinë e Gërdecit. Gjatë seancës, përballë gjyqtares Irena Gjoka dhe prokurorit Arben Kraja, avokati i mbrojtjes Henrik Ligori kundërshtoi disa nga parashtrimet e prokurorisë, duke argumentuar se përgjegjësitë për çështjen e Gërdecit nuk mund t'i atribuohen ish ministrit. Sipas Ligorit, Ministria e Mbrojtjes funksionon me dy struktura, drejtimin politik dhe shtabin e përgjithshëm, i cili merret me aspektet teknike dhe ushtarake. Ai theksoi se ministri përgjigjet për politikat e institucionit dhe jo për çështje teknike si klasifikimi i municioneve apo procedurat e transportit. Ministria e Mbrojtjes është një strukturë me dy kre, një pjesë politike dhe pjesa tjetër shtabi i përgjithshëm. Personat që kanë pasur përgjegjësi për Gërdecin i kanë marrë përgjegjësitë e tyre. Nuk ka asnjë akt ligjor që ndan municionet në kalibër të madh dhe të vogël. Ministri nuk mund të akuzohet se nuk i njeh kalibrat, pasi kjo është detyrë e shtabit të përgjithshëm. Po ashtu, transporti dhe faturat trajtohen nga struktura të tjera dhe nuk janë përgjegjësi e ministrit, u shpreh avokati, duke shtuar se akuza e ngritur nga prokuroria është e pambështetur. Në të njëjtën seancë, gjyqtarja Irena Gjoka lexoi edhe vendimin mbi kërkesën e mbrojtjes për përjashtimin e saj nga gjykimi i çështjes. Sipas saj, pas shqyrtimit të kërkesës, është konstatuar se ajo nuk respektonte afatet procedurale. Mos respektimi i afatit ka sjellë papranueshmërinë e kërkesës së avokatëve, deklaroi gjyqtarja, duke rrëzuar kështu kërkesën e mbrojtjes.